Po flitet që lufta e tretë botërore është ofër edhe miliarderat dhe milionerat në botë, edhe njerëz të mëshëm siç është Bill Gates, Elon Musk për ndërtojnë bunkera. Po ju dy profesor, që jeni edhe ku ka të ndritur edhe... Unë edhe Fatmiri besoj njësoj, kur të meditojsh dhe kur e përjeton ato kush je në paqë, je me fuqin më të madhe në univers, se shkencëtarisht për të shpjegoj, nëse e merr një centimetër kub vakum, ku s'ka kur gjë, është 10-99 erg për centimetër kub. është me madhe se çdo energji në univers. Tani, në atë vakum, unë arri për ditë, kjo arrin, do më thonë, kur shkojsh në atë gjendje transcendentale, ku s'ka mendime, s'ka trup, s'ka kur gjë, s'ki malë Prishtinë, s'ki zera. Vetëm nuk ka bombë atomike që të prish, ose të dëmton. Kurse Bill Gates atë këta kanë... E ke bunkerin tona, dukun... Ato, qatë bunker veç ta kry. Në momentin kur je në atë gjendje, nuk ka forcë që të shkatron. Bill Gatesi, edhe tha Bill atjerë, ata identifikojnë vetën që ka kanë. Kam miliarda, kam shtëpia, kam kështu. Çdo njeri që identifikon vetën me ato që ka, është identifikim i gabueshëm. Ajo gjendja që ne e dim, për shembull Fatmiri ka bë mollin, ka bë ato që them. Po kush i ka bë? Ai Fatmiri, ajo vedia që folëm, ai genialiteti i tij, ato s'ka kush që ja merr, dhe s'ka kush që e frigon. Ai nuk frigohet. Po kthehemi edhe Billy Demaçi ka qenë në një gjendje transcendentale, ka jetu në ato gjendje ose në ato burgje që na i qenë burgje, pa i s'ka qenë kur i burgosën. Pse gjithmonë e ka përjetu, edhe se ka ditë këto që e dion me shpjegu. Por në atë gjendje s'ka burgje, ka jetu jashtë burgje. Dhe as ka bunker, as ka... Kështu që unë mendoj edhe Fatmiri ndonë këto nuk do bojnë bunkera edhe që unë jetoj në Brezovicë mëj me bojnë bunkera. Nuk e dhja ka thonë dikush, po e teme dhe në dhja dhe unë për Bacën Adem, nuk e dhja është përmena era, ku përmena në sumë kujtohet, po ku ka qenë i ri Bacën Adem, ka marrë një letër e ka shkua Adem Demaçi. Letër, edhe ka djegë. Po, ma ka thonë dhe më. Ma ka thonë, e ka djegë letër, edhe ka thonë vetit që unë nuk jam Adem Demaçi i gjallë, unë jam i pavdekshëm. Edhe ka bravo, që kjo ka qenë. Po du me thonë që qëre tash nuk e di sa njerëz na kuptojnë, se adin njeri ju gjithmonë kur t'akuzon dikush e ki shumë let me kuptu kush është ai. Se mbos akuzë që ta bon ai vetë ashtu. Tash nuk e di se kuptojnë njerëz, po unë me bashkëpunëtorët e mi, që më Prishtina ma se ku bo vetë, janë një ekip, edhe aksionar, po një ekip, një simfoni, një orkestrë simfonike, më dhonë nuk është e leta e va. Po, një njeri që punon për pare, kur pare s'fiton? Bravo. Nëse njeri punon për një qëllim, për një dashurin, ndaj një çështje që ti po ke qenë me bot, gjithë kemi fitu, se vjen parja. Parja është një vegël, ai nuk ka ku shkon. Ai vjen ato. E tash, na që bëjmë vepra, kjo është pjesa jetës tonë. Ma ta bo tash unë ty sa dhe në pyetje. Që unë pas la financa, pas la ekonomi, edhe s'po punoj bo. Ka të zëmë që ka me bo, sa dhe. Që ka me bo? Ka të zëmë që gjoma, që hajde, që pilo punën. Kjo është jeta jonë. E vërtet, shumë e vërtet. Unë e veç i lutëm Zotit. Nuk ka më rëndësi sa vjetë jetojnë. Vjetë është nuk matet jeta njeriut me vite. Me vite matet rruga për univers. Jeta njeriut matet me përjetime. Ka dikosh i ka 80 vjetë, po përjetime ka 15 vjetë. Ka dikosh i ka 30 vjetë, po ka përjetime pa kufe. 5.000 vjetë, qa është? Përjetimet nuk kryohen të najtë. Po të punu, të punu, të levizë. Dhe unë e veç i luta Zotit, me punu para dite, me dek mas dite.